kam një konstatim dhe doja qëndrimin tënd për këtë. Duket sikur për shkak të reformës në drejtësi dhe institucioneve të reja që u ngritën, masa e arrestit me burg i ka kënaqur shqiptarët e zemëruar. A është kjo një masë e dur, po merret në masën e dur apo në një farë mënyrë është kthyer dhe si një refleks ndëshkues? Shiko, unë vi nga sistemi i drejtësisë dhe si një ish gjyqtar, rreth 5-6 vjet në sistem dhe ky ishte problem dhe atëherë është edhe sot që shqiptarët kanë një, nuk e di, një lidhje që e konsiderojnë burkun si domosdoshmëri për çfarë do lloj vepre penale që dëgjojnë në burg të shkojë. Në fakt, Kodi i procedurës penale shqiptare thot një gjë që nuk e ka shpikur kodi shqiptar, po është sigurisht e harmonizuar me kodet e vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të tjera, që thot arresti me burg si mas sigurimi mund të jepet vetëm dhe vetëm atëherë kur çdo mas tjetër është e papërshtatshme. Pra që do thot e merr si mjet kur s'mund të përdorësh asnjë bisturi tjetër. Vetëm atëherë mund të shkosh te bisturia e fundit. Por, duket ndonjëherë që është edhe në kulturën ligjore, besoj shqiptare, që shkojnë si bisturi e parë, marrin bisturinë e fundit, që është arresti në burg. Nuk ka pse të jetë dhe s'duhet të jetë. Në fakt, po të shohësh të dhënat, ashtu kanë qenë dhe janë edhe tani. Arresti me burg ishte një nga probleme në çdo raport që dëshon Këshilli i Evropës ndaj Shqipërisë, që është i tepruar ndoshta, por tani është bërë ndoshta më shumë publik sepse është ngritur vetë politika. Nga kjo sepse shikojmë burgosje të personave që s'mendojnë ndonjëherë që do burgoseshin, dhe tani këta u shqetësuan vërtet, ore mos po e teproni me këtë arrest në burg, sigurisht. Unë jam prej atyre që mendoj që madje kam drejtuar edhe raporte për NGO për këtë pjesë, të cilat e themi qartë që arresti në burg nuk është mjeti i parë, është i fundit, duhet përdorur vetëm atëherë kur s'mund të përdoret asnjë gjë tjetër. Unë nuk jam prej atyre që mendoj që burgu është mjeti, jo, ka mjete të tjera të cilat mund të edukojnë shoqërinë shqiptare dhe mund të edukojnë dhe ata që kanë kryer vepra penale. Burgu është vepra që mendoj që janë ekstreme dhe natyrisht nuk mund të përdoret për çdo vepër penale. Ndërkohë ka dhe mjetet e tjera, siç thua dhe ti në fakt, nuk shkohet deri tek bisturia fundit. Është për shembull bail, garancia pasurore, apo monitorimi me bërzylyk. Si në Shqipëri paraburgimi përdoret si normë dhe jo si përjashtim? Thash, ndoshta kjo vjen si rrjedhoje kulturës juridike shqiptare, por ndoshta edhe nga një arsye që unë besoj që ka ardhur edhe si një kundërreagim nga gjyqtarët dhe prokurorët që gjithmonë ishin të akuzuar në një farë mënyre për ndërhyrje të padrejta nga palët apo për korrupsion, edhe po t'i nxirje direkt populli do thoshte, media, kush e di sa do ketë marrë, që e nxorje, se çfarë. Dhe kjo lloj frike ka bërë efektin e kundërt. Që okay, unë po kërkoj thot prokurori arrest në burg, gjyqtari thot po e lë arrest në burg se do dëgjoj unë tani se çfarë do thonë që ç'a ndodhi që pse e le jashtë. Pra i bie shkurt, ndërkohë që nuk është për t'i rënë shkurt. Liria është e themi një nga të drejtat më të rëndësishme, liria e personit, e cila është e garantuar në kushtetutë dhe në akte ndërkombëtare dhe duhet preket vetëm atëherë kur nuk mund të arrihet ajo që synon shoqëria të arrijë me mjetet e tjera. Liria është e fundit në radhë që duhet preket. Dhe ndoshta edhe për shkak të këtyre numrit të lartë arrestimeve dhe të paraburgimeve dhe të nivelit të lartë që po heton, SPAK është institucioni më i besuar sot që flasim. Nga ana tjetër, rreth 1/3 të proceduarve janë në paraburgim. A është kjo një shifër normale në raport me praktikat perëndimore që ti i referohesh? Sigurisht, po nis nga kjo e dyta, sigurisht që nuk është. Domethënë paraburgimi ose arresti në burg, sipas statistikave të vendeve të zhvilluara, që ne synojmë të shkojmë apo vendet të Bashkimit Evropian, nuk i kalon 10% dhe s'duhet i kalojë. 2-3% është në vendet normale dhe s'ka pse të jetë më shumë, sepse do thotë në 100 raste, 2-3 raste do kesh në kushtet e ekstremit që s'ke si ja bën dhe duhet patjetër ta mbash në burg. Në raste normale s'ka përse të jetë burgu si mjet i parë. Kurse për sa i përket pjesës së parë të pyetjes që thatë për SPAK-un, shiko, unë jam prej atyre i cili që në momentin që kemi qenë pjesë e grupit të punës të krijimit të institucionit të ri, dhe pastaj në mënyrën se si
u bë efektive reforma në kuptimin e emërimit prokurorëve dhe edhe krijimit të strukturës apo edhe të vazhdimit të punës sot që flasim, unë mendoj që nëse reforma do konsiderohet sukses, reforma e drejtësisë, spaku është një nga faktorët për të tillë, sepse ka rritur besueshmërinë e publikut jo vetëm ngushësisht te pjesa e arrestimit se analiza që lidhet me arrestet në burg është e njëjta gjë që thash pak përpara dhe në lidhje me spakun. Në lidhje me spakun unë jam mendimit që edhe aty duhet kemi kujdes kur jepet arresti në burg, por ka një të veçantë tek prokuria e posaçme apo te gjykata e posaçme, sepse subjektet që janë automatikisht të natyrës me rrezikshmëri të lartë. Kjo të thotë që pjesë e punës së tyre janë organizatat kriminale që merren me trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike apo të personave që automatikisht i bën me rrezikshmëri shumë të lartë, kështu që do pritet që automatikisht i kesh aty. Pjesa tjetër janë persona të cilët janë me pushtet sot në Shqipëri, që mund të jenë nga politika, nga gjyqësori, nga prokuroria, ato që janë subjekte të ligjit posaçëm apo të prokurisë posaçme. Pyetja që lind është a me të vërtet këta meritojnë të shkojnë në burg për shkak të veprave penale që kanë bërë? Shiko, unë nuk mendoj që përqindja e tyre është më e lartë krahasuar me qytetarët e tjerë. Unë besoj që ndoshta qytetarët e tjerë vuajnë sot në arrest në burg për vepra më të thjeshta se sa ato që kanë bërë zyrtarët e lartë shqiptar. Mund të kesh në burgjet shqiptare sot dikë që ka vjedhur një biçikletë e bën vaki në paraburgim akoma, dhe bën vaki që të kesh një zyrtar shqiptar që ka abuzuar me miliona euro dhe bën vaki të jetë me detyrim për paraqitje apo masë të lehta. Domethënë, unë jam prej atyre që mendoj që në fakt edhe në rastin e zyrtarëve shqiptar të lartë shqiptar, një analizë duhet bërë, por në fund të fundit ligji është edhe parandalim. Dhe në kuadër të parandalimit besoj që një nga politikat penitenciare që po luan sot spaku mendoj unë, është edhe pikërisht kjo që pikërisht duke treguar këtë forcën e këto dhëmbët e institucionit, besoj që bën që pjesën tjetër të atyre që ruajnë vreshtën të jenë më të kujdesshëm që të mos abuzojnë me fondet publike, kështu që besoj që i ka efektet e veta.